Të nderuar shikues përsëri së bashku, drejt për së drejti nga pallati i sporteve Qazim Dervishi i Shkodrës, ku po transmetojmë live ndeshjen e Superligës së basketbollit për meshkuj, Vllaznia Tirana, klasikja e basketbollit shqiptar. Me lëmë pas pjesën e parë të mbyllur me fitoren e Bardhë e Bluve me rezultatin 39-43. Një pjesë e parë e kontrolluar nga Bardhë e Blut, ku perioda parë u mbyll me shifrat 17-26 për ekipin e Tiranës. Në periodën e dytë kishte një përmirësim të lojës së Vllaznisë, e cila e fitoi periodën e dytë 22-17, por pa mundur të frenojë avantazhin e pjesës së parë të Bardhë e Bluve me shifra 39-43. Të shpegati të nisë, ka nisur perioda 3 të ndeshjes. Sulmi për Vllaznin, Kiri. Nuk shënon Vllaznia, nuk e nisë përsëri mirë. Të periodë 3. Strazimiri. Zhvullohet së bashku me topin, ka kontrolin, Brown që ka rëmbyrë topin, Arnold, përsëri Arnold, Thomas, për Kirin, por e ka zotruar Tirana. Njës aksionin Williams për Tiranën që gabon Tirana. Sulmi për Vllaznin. Arnold. Brown. Arnold. Thomas për 2 piki ka shënuar. 21 Vllaznia, 23 Tirana. Vetëm 2 pik plus skuadra Bardhë e Blu. Një kosh 2 piki ndan rezultatin dhe tashmë Vllaznia nëse shënon në të aksion, nëse shënon 2 pike barazon, por nëse ka 3 pikesh merr avantazhin. Thomas ka shkaktuar gabim personal Tirana në dëm të Thomas. Luhet minuta e dytë për periodën e tretë. Arnold për Vllaznin, Parker, Brown. Nuk shënon Vllaznia, pak e mundësin ideale për të barazuar rezultatin. Tashmë është Tirana që ka shansin të afrodhoj, kur është 2 pik plus. Nuk shënon dhe përsëri Vllaznia ka mundësin, ka shansin e këtij aksioni për ta bërë një gjë të tillë. Atë që theksuam më herët, Kiri në zonë vetë, Kiri vetëm Kiri. Nuk arrin ta dërgoj topin në rrjetën e koshit kundërshtar, megjithëse parkimi i tij ishte i këndshëm. Përsëri Tirana gabon, por është Hysenagolli 2 metroshi i Tiranës që korrigjon, shënon dhe merr gabim personal. Plus 4 Tirana që mund shkoj plus 5 me këtë gjuhetje të lirë të Hysenagollit. Shënon Agolli dhe shkon plus 5 avantazhi i Tiranës. Hibit në lojë, largohet Kiri. Vllaznia ka në protokoll topës futbollistë është Justin Thomas, Sad Kopliku, përgjijuar me Ashton Parker. Dhe në aksioni i Vllaznisë, Thomas, gabim personal në favor të Vllaznisë. Pra thamë që Justin Thomas, Sad Kopliku, Ashton Parker, Julian Brand, Klajdi Kiri, Aron Kruja, Bojar Tafa, Robert Shëstani, kapiten i skuadrës
Almir Hibit, Jordi Preka, Martin Gjorgje, Arniano Arnold, janë basketbolistët e protokollit të Vllaznisë, që drejtohen nga tekniku Enja Vazani. Williams nuk shënon Tirana. Për Vllaznin, minuta 3 për periodën e tretë. Tirana plus 4 në avantazh, 41-46. Tirana që ka në protokoll Justin Jeffers, Kase, Rivoli, kapiteni i skuadrës, Aaron Sharra, Williams, Alexis Nika, Klein Stazimiri, Endri Hysenagovi, Rikard Lilaj, Marvin Sharra, Samuel Skendaj, janë pjesëtarët e protokollit të ekipit të Tiranës së bashku me Mase, skuadër drejtuar nga Erkan Karaj, trajneri që drejton dhe ekipin ton kombëtar të Shqipërisë në basketbol, dhe Hibit shënon 3 pikë për Vllaznin, e ngushton rezultatin në 2+ për Tiranën, 44-46, por sulmi është për Tiranën. Luan për 2 Tirana, i ka shënuar. Shënon edhe Gjorgje për Vllaznin. Për 3+2 Tirana në avantazh. Aksioni për skuadrën bardhë blu, Strazimiri ka kënë të gjuaj nga zona 3 pikëshit, por kombinon me Hysenagovin që i del me sukses i kombinim dhe shkon plus 4 Tirana, 26, Vllaznia 50 Tirana. Për 3 Vllaznia nuk shënon Gjorgje për 3, tashme për 2, dhe tashme i ka shënuar. Për 3+2 Tirana në avantazh, 28-50. Mase për Tiranën, nërë më të mirë në fush për këtë skuadrë. Të gjuhë për 2 pikë, i ka shënuar me shumë zhuarësi teknik dhe elegancë. Arnold. Parker. Thomas për 2 pikë, nuk i shënon. Mësia Tiranës për ta thelluar avantazhin. Dhe fiton gabim personal, e ka ndalur Hibit me faul. Në thënë me herës se gjyqtarët e takimit janë 3 të tillë, Ani Badhiu, Virësin Drevu dhe Ardi Ndoj. Nuk ka gjyqtare femër këtë radhë, shpeshherë Federata Shqiptare e Basketbollit aktivizon edhe nga një element femër në treshën e gjyqtarëve, por këtë radhë ka 3 gjyqtarë me përvojë, referuar edhe nivelit ndoshta të vështirësisë së takimit, klasikja e basketbollit shqiptar, Vllaznia Tirana. Tirana me William shënon 2 herë dhe çon në plus 6 avantazhin e skuadrës së tij, 28-54, Hibit për Vllaznin, Thomas, Ashton Parker, Arnold. Dhe për timitin në tabel, korrigjon atje Parker, 50 Vllaznia, 54 Tirana. Gabim personal dhe duke se është dëmtuar. Ka një problem paktën që duket nga gestikulacionet e Jeffers.
kërkon ndihmën e shpejt. Është ngritur, duke se nuk ka problem. Shqipton tekniku Lazani të ndërpreje për t'i dhënë një instruksion të shpejt skuadrës e tij, që është në dizavantazh të 4 pikeve, 50 me 54 kryeson Tirana. Jeffers në gjujtën e parë të lirë, edhe një mundësi për të. Edhe dyta me sukses për Jeffers, shkon plus 6 Tirana, 50 me 56 kërëson ekipi bardhë dhe blu. Thomas Hibit, përsëri Thomas. Shënuar Hibit, qopin që nuk ju bind Thomas, e qoja i në rjet, plus 4 Tirana, vazhdon kryesimin, gjuan për 3, gabon Tirana, mund që e vazhdis për të shkurtuar diferencen, nëse tregohet e sakt në të aksion, nuk shënën Gjorgje, për ka marrë gabim personal, mund të ishte edhe më pozitive nëse topi të shkonte në kosh, mund të quaj kosh dhe pastaj një gjujtje e lirë, por tashmë nuk ka kosh, por ka gjujtje të lira. E para për Gjorgje, me sukses. Edhe një mundësi ka në gjujtjen e dytë. 53 me 56 kryeson Tirana. Shënon 54 me 56 përsëri, plus 2 Tirana, shumë gusht ky rezultat në favor të bardhë dhe bluve që kanë në të aksion. Gjuan për 2 pikë, gabon Tirana, tashmë Vazhdia ka mundësin ideale për të barazuar, pse jo dhe nëse shënon 3 pikësh të kalojnë avantazh. Arnold. Faul, ka shkaktuar gabim personal Tirana. Ishte Jeffers. Tashmë është mundësia ideale që të Vazhdia përmes Justin Thomas të shënoj dhe të barazoj rezultatin. Strazimirin loj për Tiranën. Shkojmë kur të largohet nga fusha, janë 5 në fush, po largohet numri 2 Jeffers. Po këshillohet nga tekniku Erkan Karaj. Thomas Arnold Hibit kombinon me Ashton Parker që shënon dhe gabim personal. Entuziazm në tribunat e pallatit të sporteve. Adem Dervishi dëgjoni thirrjet. I kishte munguar këtij pallati sporti prej 4 javësh ky entuziazm dhe është Vazhdia e basketit për Meshkuj që eri kthen tifozerin shkodrane në pallatin e sportit. Barazim në shifra dhe me avantazh Vazhdia. 57 me 56. Një pik plus është Vazhdia. Akoma nuk është ndruar. Pike verajën e tabelen elektronike. Ka protesta nga tifozeria dhe korrigjohet shifrat, por Veriu Sporti ka para pri rezultatit. Tashmë është përsëri Arnold Vazhdia pranë tjetër koshi. Por gabon në një mundësi ideale
Përsëri Vllaznia, momentet mira të kuqe bluve. Thomas. Gjorgje, Hibit. Thomas, Vllaznia në avantazh +1. Momentet mira në këto aksione. Për 2 Thomas! I ka zhënuar Justin Thomas edhe këto 2 pikë dhe Vllaznia në avantazh me shifrat 59 me 56. Edhe 1 minutë dhe 29 sekonda nga fundi periudhës të tretë, kryeson Vllaznia me +3 aksioni për Tiranën, në gol i reaktivizuar në formacion Skazimiri. Williams ka shënuar e ka ngushtuar diferencën në 1 pikë në favorin e Vllaznis. Arnold për skuadrën kuqe blu. Ka kaluar gjysmë fushën aksioni i Vllaznis dhe humbet aksionin Vllaznia. Topi për ekipin bardhë dhe blu. Edhe 1 minutë dhe 3 sekonda nga fundi për periudhën e tretë. Dhe Vllaznia kryeson me 1 pikë në avantazh me shifrat 59 me 58, një ndeshje shumë e të luftuar. Fillimi në avantazhin e Vllaznis, por shumë i shkurtër në startin e takimit, pastaj udhëheqje e rezultatit nga gjithkohës nga Tirana, por tashmë në periudhën e tretë është Vllaznia që e përmbys dhe është në avantazh me 1 pikë diferencë. Aksioni për Tiranën. Nga golli. Për 3 Tirana gabon. Dhe shikojmë vendimin e arbitrave të takimit, po konsultohen arbitrat. Edhe 47 sekonda, topi është për Vllaznin. Topi është për Vllaznin. Thomas. Hibit për 3. I jashtëzakonshëm. Hibit! Edhe 3 pikë për Vllaznin dhe avantazh +4 Vllaznia. 62 me 58. Por shënon Tirana e ngushton përsëri. Sulmi i Vllaznis. Edhe 15 sekonda dhe 14 nga fundi periudhës së tretë. Gjorgje nga Ansoria depërton në tabelja, kanë rëbyrë topin, i kanë bërë një blok. Dhe Tirana fiton gabim personal. Kur duhet edhe 1 sekond duhet për të mbyllur periudha tretë. Gabon Vllaznia. Dhe të shikojmë, ka një problem. Të valë loja për pak momente. Të shikojmë diska ka nga pankina bardhë blu. Por nuk ka ndonjë shqetësim. Edhe 1 sekond nga mbyllja pjesës periudhës së tretë, kryeson Vllaznia 62 me 60. Një klasike me të vërtet për të mbajtur mend për luftën e fortë sportive, për emocionet një pas njëshme. Nga sekundi i parë kur Vllaznia shënoi me Klajdi Kirin dhe mori avantazhin e 2-0, me pas erdhi reagimi i Tiranës që mori avantazhin, fitoi periudhën e parë me shifrat 17 me 26 me +9 pikë. Vllaznia përmesoi ndjeshëm periudhën e dytë, e fiton atë me shifrat 22 me 17 me 5 pikë diferencë, por pjesa e parë
është e Tiranës me shifrat e përgjithshme 39-43. Ndërkohë kur është tashmë në limitin e mbylljes së periudhës së tretë, edhe 1 sekondë nga mbyllja, kryeson Vllaznia me rezultatin 62-60. Dy skuadrat që luftojnë për vendin e dytë për të ndjekur nga pas ekipin e Beslidhjes që kryeson pa asnjë humje, me meritë kryeson kampionatin. Beslidhja e Lezhës e drejtuar nga tekniku shkodran Afrim Bilali. Një Beslidhje që kërkon të mos e lëshoj trofeun si kampion e Shqipërisë, por duhet ta pranojmë që Vllaznia me këtë rritje të ndjeshme, me 8 fitore të radhazi, dhe nëse fiton edhe sonte me të 9 fitore, atëherë është një kërcënim serioz për ekipin e Beslidhjes. Një ekip që pasqyrohet nga presa afërmi mediatikisht dhe nga kolegu në shumë i nderuar dhe shumë i pasionuar Agustin Cin Marini apo ACM nga Lezhë me kolegun e tij Martin Dedaj që transmetojnë të gjitha eventet sportive nga qyteti i Lezhës, jo vetëm të basketbollit, por sidomos tashmë edhe të futbollit kategorisë së dytë, ku Beslidhja është kryesuese e kampionatit të grupit A dhe ka marrë drejtimin drejt kategorisë parë. Rikthehemi në fushë gati të nisë takimi, ka 2 gjyqë të lira. Ka mundësi masë se ti nëse shënon të barazoj, nuk shënon në të të pare. Kështu që bie mundësia e barazimit, nëse shënon në të dytën, atëherë vetëm 1 pikë ndanë në Vllaznin, sepse vetëm 1 sekondë nuk ka kohë për të rikuperuar, nuk shënon as të dytën, por jashtë ndodh. Nuk shënon asnjërin, por rikuperon Hysén Agolli në atë sekondë të mbetur dhe barazon shifrat të nderuar shikues 62-62. Nis perioda e 4 dhe e fundit e kretë ndeshjes të nderuar shikues të Verius Sport, që po ndihni këtë ndeshje fantastike drejt për së drejti nga Pallati i Sporteve Kazim Dervishi i Shkodrës. Shifrat e barabarta pas 30 minutash, 62-62. Ka nisur perioda e 4, periodën e 3 Vllaznia fitoi me shifrat 23-19 dhe gjithçka e barabartë në këto momente, kur Vllaznia në fakt kryesoi edhe për disa minuta në periodën e 3. Gabon Williams në dytën e parë të lirë. Shënon në të dytën me avantazhin Tirana. 1 pikë plus bardhë dhe blut. Sulmi për Arnold. Hibit. Thomas. Shënon me Kirin. Shënon Kiri. Edhe pse u mbulua nga afër nga 2 metroshi tjetër, Hysén Agolli, Kiri shënoi dhe i dha avantazhin Vllaznisë me 1 pikë plus. Është më rradha Tiranës në këtë aksion. Hysén Agolli për Tiranën, Tuidhams nga vija fundore. Hysén Agolli, Strazimiri. Vllaznia është 1 pikë plus në këtë momente. Tuidhams. Shënon Agolli.
Ysenagovi është rikthyer në fush dhe është rikthyer bindshëm me 2 kosha rradhazi. 1+ Tirana. Aksioni për vazhdin Thomas vet në mënyrë individuale. Nuk shënon Thomas, por shënon Hibit. +1 Vllaznia. 66 Vllaznia, 65 Tirana. Sulmi për Bardhë Blut, luhet minuta 2 për periudhën e tretë. Për 2 Tirana nuk shënon, por Stari Berencin Ndreu ka vëshëdhyer për një gabim personal në favor të Tiranës. Ku luhet minuta 2, Vllaznia është në avantazh të 1 pike. Ndeshje më të vërtet për të parë të ndërruar shikues, ndeshje që po transmetohet drejt për drejt nga Veriu Sport. Por dhe që mund të ndiqni edhe në YouTube, në faqen zyrtare të kanalit tonë zyrtar Veriu Sport. Baras përshonën shifrat, mundësia për të marrë avantazh në Tirana dhe ka rimarrë me kosh tjetër +1 Tirana. Gjorgje. Ndërtimi i tij për 2 pikë dhe ka shënuar i kthen avantazhin Vllaznis. 68 Vllaznia, 67 Tirana, luhet minuta. Fundi minutës së dytë. Gabim personal shkaktuar nga Gjorgje. Ishte Arnold në sa duket, ai shënoi që shkaktoi gabim personal. Aksioni për Bardhë Blut nga Tirana. Jeffers. Ysenagolli. Masë. Shënon Tirana dhe merr avantazhin +1. 68 Vllaznia, 69 Tirana. Arnold. Kiri kërkon kombinimin me Ashton, por nuk e arrin qëllimit, sepse nuk e zotron kolegu i tij topin. Bundesliga Tirana merr aksionin e zotrin të saj. Jeffers, Ysenagolli, Williams. Williams dhe mbet aksionin Tirana. Vllaznia. 2 përpjekje rradhazi, nuk shënon, por gabim personal në favor të Kuçebluve. 2 pikë seksion gjyqtari Ndreu në favor të Vllaznisë. Takimi votohet nga 3 gjyqtarët e minjohur Ani Baviu, Berencin Ndreu dhe Artin Loj. Ndrim tek Tirana, Stazimirin Loj. Dërgohet Kase. Dyja parë lirë është në këtë moment për Justin Thomas. Justin Thomas dhe lojtarët me një qëndrueshmëri konstante në formën e tij cilësore shënon një majtë, është një sallaksi tipik në lojën e basketbollit, shumë i saktë, preciz, shënojnë, barazoj shifrat dhe jep avantazhin Vllaznisë. 2 pikë me sukses për Justin Thomas, Vllaznia 70, Tirana 69. Jeffers. Ysenagolli. Masë. Mbrojtje ngjeshur e Vllaznisë, rreben topin Tiranës. Justin Thomas i vetëm dhe shënon Vllaznia me Parker. +3 Vllaznia. 73 me 69. Aksioni për skuadrën mysafire nga Tirana. Ysenagolli për 3 Tirana. Gabon
Kiri kombinon me Arnold. Gjithnjë Arnold. Thomas për 3. Nuk shënon. Ishte momenti mirë nëse do ta çonte topin në kosh. Gjithsesi Vllaznia kreson me +3. 72 me 69, luhet minuta 5 e periodës së 4 të fundit të krejt ndeshjes për 3 Tirana. Gabon edhe Arnold që nuk e zotron topin. Përshtri Tirana në aksion. Senagolli kozme personal i rrezikshëm në periodën e 4 është Senagolli që me vërtet është pika më e fortë e ekipit bardhë blu. Nuk lëshon Senagolli vazhdon të jetë protagonist edhe pse veteran i kësaj skuadre. Gabon në këtë gjuhë të tjerë dhe përsëri Vllaznia është në avantazh +1. Thomas. Kiri në tabelë, gjithë Kiri. Ka shënuar! Tregon muskujt Kiri. Shënon nër gabim personal dhe i tregon shokëve, kolegëve të skuadrës muskujt e tij në shenjë entuziazmi, që shpresojmë të ta kurorëzojmë me sukses në këtë gjyqe të lirë. Nuk e shënon, gjithsesi Vllaznia +3, 74 me 71. Vllaznia, super Vllaznia në këtë aksion të shpejt dhe Justin Thomas. Kosh i radhës, Vllaznia në avantazh +5, 76 me 71. Super atmosferë në pallatin e sporteve Stadion Dervishi. Shikoni çfarë ndodh në pallatin e sportit të Shkodrës. Vllaznia +5 edhe 5 minuta nga fundi. Edhe 5 minuta dhe 5 sekonda nga fundi i krejt ndeshjes. Vllaznia +5 kreson me rezultatin 76 me 71 aksioni për skuadrën mysafire nga Tirana, që kërkon të mos dorëzohet në këtë klasike të mirëfill të basketbollit shqiptar. Kase për 2 pikë, nga gabuar, por Senagolli në gabim personal ka reagim nga stafi Vllaznisë, ka reagim nga tifozëria shkodrane. Nuk janë dakord me këtë vërshëllim të arbitrave të takimit. Ishte një dy luftim në zonë, gjithsesi pa u futur në kompetencat të gjykimit, stafi i Vllaznisë reagoi pas edhe publiku. Senagolli gjyqta parë lirë nuk shënon, edhe një mundësi, vazhdon në avantazhi i Vllaznisë +5. Hy Senagolli, gjyqja e dytë e lirë. Nuk shënon as të dytën. Topi për Vllazninë. Super atmosferë. Edhe 4 minuta dhe 39 sekonda nga fundi i krejt ndeshjes. Vllaznia pranë fitores 9 radhazi që nga fillimi i këtij viti të ri 2026 e pandarshme Vllaznia në kampionat si dhe në Ligën Unike Shqipëri-Kosovë. Gjorgje Arnold për 3 pikë, nuk shënon, për Kiri rikuperon, ka topin tabel. Përsëri Gjorgje. Thomas. Për 3 Thomas. Nuk i binde topi, gabon Vllaznia. Edhe 4 minuta dhe 12 sekonda nga fundi i krejt ndeshjes. Senagolli largohet për momentin nga fusha lojës, ndoshta një frymëmarrje për Vllazninë se i largohet një nga pikat më të forta të ekipit bardhë blu. Sepse të qoftë Tirana ka lojtar cilësor për të zëvendësuar Senagolli. Kase
Ka filluar minuta në zbritje po është 4 minutë përsëri reagim nga tifozëria Shkodrane. Ngarkohet përsëri në Ashton Parker, ngarkohet me gabim personal dhe është i pesti. Është i pesti për Ashton Parker që ndëshkimi i arbitrit me gabim personal e largon nga fusha e lojës. Në drejtëvit e Parker kthehet në lojë Hibit. Edhe 3 minuta dhe 52 sekonda nga fundi, Vllaznia kryeson 76 me 71. Dita parë lirë për bardhë blut. Me sukses Kas e ngushton në 4 diferencën plus për Vllaznin. Shënon në të dytën dhe 3 pikë plus Vllaznia. 76 me 73. Aksioni për Vllaznin Gjorgje, deri me fundit e kuqe bluve, Kiri, e ka një fanile të bardhë të zbuluar dhe gabim personal Nika. Nika ka shkaktuar gabim personal në dëm të Hibit. Ndrim tek Tirana në lojë. Skëndaj largohet Nika, topi nga vija nësore për Vllaznin. Thomas Gjorgje Arnold kërkon të gjuar për 3 pikë, bën të njëjtën gjë dhe spektakolare Arnold! 3 pikë për Vllaznin. I jashtëzakonshëm me Arnold 3 pikë dhe Vllaznia plus 6 kur duhen edhe 3 minuta dhe 27 sekonda lojë. Edhe 3 minuta dhe 27 sekonda lojë nga fundi i krejt ndeshjes kryeson Vllaznia me shifrat 79 me 73. Aksioni për Tiranën. Williams blokohet nga skuadra Shkodrane se nis me shpejtësi te aksion dhe është Arnold. Spektakël i Arnold, një finte e tij spektakolare që e thellon avantazhin e Vllaznisë. Sri Vllaznia ka mundësi ta thellojë më tepër dhe tjetër aksion i shpejt i Vllaznisë. Arnold, Thomas por ka kaluar vijen Ansor. 81 Vllaznia, 73 Tirana. Plus 8 kryeson skuadra Shkodrane që po i drejtohet duket fitores kur ka dhe 2 minuta dhe 44 sekonda lojë nga fundi. Jeffers, Tirana për 3. Nuk shënon, por zotron përsëri skuadra bardhë blu dhe në mes 3 fanelave bardhat e Vllaznisë përfiton basketbollisti i Tiranës dhe shënon. Ngushtohet diferenca në plus 6 për Vllaznin. Hivit. Arnold. Kiri në tabel, ka shënuar. Spektakël i Kiri. Ka shënuar Kiri. Bravo Kiri. Këldajti Kiri. 2,08 m vjen nga Michigani, vjen nga Florida, i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një djalë shkodran i lindur dhe rritur në Amerikë nga prind shkodran, por që luan me kaq pasion për skuadrën e tij, të qytetit, të familjes së tij. Kiri nuk e shënon, por gjithsesi koshi i tij ka quar Vllaznin në avantazh 83 me 75. Nuk shënon Tirana, por ka topin e zotrim. Ka fituar dhe të gabim personal. Edhe 1 minutë dhe 56 sekonda nga fundi. Kryeson Vllaznia me shifrat 83 me 75. Ka se ka të drejtën gjujtjeve të lira, janë 2 të tilla.
atmosferë elektrizuese në pallatin e sporteve Qasem Dervishi. Shënon ndonse me vështirësi në të parën. Kase e Tiranës. Dhe një mundësi për numrin 4 të bardhë bluve. Shënon dhe e ngushton diferencën në shifrat 83 me 77 plus 6 vllaznia. Edhe 1 minutë e 50 sekonda nga fundi. Gjorgje. Justin Thomas në ka dhuruar spektakel me 3 pikëshat e tij, shpresojmë që të jetë tjetër. Kiri! Ja shikoni çfarë bën Kajti Kiri! E këthëm në spektakel të nderuar shikues. 85 me 77 kloson vllaznia. Por me një herë vjen koshi i Tiranës plus 5 skuadra kuqe blu e vllaznis. Edhe 1 minutë dhe 13 sekonda nga fundi. Thomas kërkon stafit e në vllaznisë të qarkullohet topit e fiton sekondat. Hipit për 3 nuk shënon. Topi për Tiranën. Ashtu minuta e fundit. Dhe kjo aksion është fatal. Fatal për vllaznin nëse beson. Dhe është shumë pranë shënimit dhe shikojmë teknikun e një Vllazani që kërkon pushim në momentin më të përshtatshëm që lejon rregulloria. Dhe 51 sekonda nga fundi. Vllaznia në avantazh me shifrat 85 me 80, ndeshje dramatike, shumë emocionuese, plot faza interesante, me fillimin e vllaznisë në avantazh, pastaj Tirana udhëhoqi pjesën e parë dhe vllaznia vjen në lojën e saj në periudhën e 3 dhe spektakolare në periudhën e 4 që kryeson me plus 5, por shënon Tirana e ul në plus 4 avantazhin. Ka sekonda të mjaftueshme në dispozicion, shënon masëve vjen pushimi i kërkuar nga tekniku i vllaznisë Deni Llazani, kur janë vetëm 3 pikë plus vllaznia. Topi për vllaznin nga vija fundore. Është limiti i kretë ndeshjes të nderuar shikues, edhe 44 sekonda nga fundi. Aksioni për vllaznin është Gjorgje. Libertoni vetëm në koshin bardhë blu, por gabon. Gabim fatal i këtij aksionit të bardhë blu të vllaznis, por Kiri rikuperon në mënyrën më të mirë vazhdon aksioni. Kiri në tabelë. Hibit për Thomas. Edhe 20 sekonda, edhe 19, kërkohet qarkullimi i topit. Duket se orientimi i teknikut Llazani është për ta mbajtur topin deri në limitin e kohës së rregullt të 24 sekondësh. Gjorgje, Gjuan nuk shënon, edhe 4 sekonda. Tirana, Gjuan për 3 Tirana. Gabon, dhe këtu mbyllet gjithçka. Të nderuar shikues, fiton vllaznia me rezultatin 85 me 82. Urime vllaznia e Shkodrës, fitore spektakolare në këtë kryendeshje, në të klasike të basketbollit shqiptar. Vllaznia Tirana pikërisht në çastin final fiton vllaznia me rezultatin 85 me 83. 85 me 82, vetëm 3 pikë plus vllaznia në një ndeshje super spektakolare. E ritheksojmë e filloi vllaznia kryesimin e rezultatit me koshin e Kirit, pastaj barazoi Tirana, mori urrëtin e rezultatit, fitoi periudhën e parë, fiton vllaznia periudhën e dytë, por diferenca periudhës së parë jep
fitohen Vllaznisë në pjesën e parë, pastaj perioda e tretë është tëra për Vllaznin. Një Vllaznin spektakel që përmbyll gjithë shka dhe fiton tashmë të gjithë veshjen me shifrat e 85 me 82. Shikoni atmosferën, çfarë atmosfere në pallatin e sportit Çazim Dervishi, një tifozëri spektakel që ishte koçe e kërkonte ky ambient sportiv dhe është Vllaznia e basketit për meshkuj që e rikthen të tifozërisë në këtë pallat të sporti. Urime Vllaznia, urime stafi teknik me në krye Eli Lazanin, Roni Gjeçajn dhe Antonio Shamanin, me këtë atmosferë të nderuar shikuese që ka poshtuar pallatin e sportit të Çazim Dervishi. Ne mbyllim këtu transmetimin tonë të drejtë për drejtë nga pallati i sportit Çazim Dervishi, nga unë Gasper Marku në rolin e komentatorit. Ju përshëndes dhe ju le takim në ndeshjet e ardhshme. Deri atëherë, miru pafshim.